rëndësishme është që drejtoria të qëndrojë në Vlorë, dhe pse ty personalisht do të leverdiste në fakt më shumë të ishte në Tiranë. Pse e ke marrë vendim? Në shkolla peticionin, i bashkëpunojnë punëse, edhe nisur të eksperjenca më pashme, thonë që drejtoria vendore këto që gjithmonë në qytetin që duhet ishte, në Vlorë ose edhe në Tiranë. Aty janë pronat edhe nuk mund televizi në qytetet e tjera. Ke qenë mbështetje? Që mbështeta gjithë masit edhe për arsye familjare të tij. Në drejtor, më falë, të dha kosto ky vendim. Keni marrë një vendim për shkarkimin dhe detyra, një ditë më parë. Po. Ka ardhur një mail për thonë që për lirimin nga detyra. Sepse më të punos. Për të nënshkrimin e peticionit. Pse bëhet kjo gjë largimi i institucionit? Largimi i institucionit? Po, Do të pushim drejtuesit. Faleminderit. Se sa herë këtu nuk na bëhet asnjë lloj veprimi që të ndihmohet popullit. Dhe këto nga ke ardhur sot? Kam ardhur nga Dëllënja e Vlorës. Nga Dëllënja më tutje Poro. Sa ke pensionin? Unë kam pensionin 190.000 leka. Ashtu që ka ashtu. 190.000. Ka ndarë djalin nga ajo që mos paguaj shumë drita. Për atë 7.000 lekë që ndava edhe një djalë që kam e ndava për arsye të marrë 7.000 lekë më tepër. Se marrë hilace vetëm. Po. Pra, ke shpenzuar para për të ardhur nga Dëllënja. Edhe arrin puna që tallen këta të gjithën e që nga kryeministri tallen. Po tani je dakord që ky institucion do mbyllet? Jo, jam dakord se të paktën unë. Shkurtimisht drejtën tënd. Pse nuk pranoni që të largoheni në Tiranë? Vendimi më i fundit nga drejtoria e përgjithshme thotë se ju duhet të vendoseni në kryqëzim. Përveç kohës absolutisht të pamjaftueshme, çdo gjë tjetër është komplet e pamundur për neve, sepse ne jemi familjarë, që kemi familjet, shtëpit, kemi bërë investimet tona këtu, kemi fëmijët tanë këtu, kemi familjarët, çdo gjë këtu. Ne s'mund të lëmë për një ditë, për 4 ditë dhe të shpërngulem në Tiranë pa asnjë sqarim tjetër se çfarë kemi nga mbrapa. Dhe pse bëhet? Se ku do vemi? Dhe çfarë do vemi? Do vemi ditë për ditë, na kanë siguruar transport, shtëpi, zyra, çfarë kemi në Tiranë? Nuk kemi as drejtorin këtu, as njëri që të na sqarojë për këtë gjë. Kur ka vendimin? Për vendimin kemi njoftuar vetëm dje. Dje data Ku do t'i lini ambjendet? Si? Ku do t'i lini ambjendet dhe pajisjet? Nuk e dim, thonë që deri në datën në pas të vendimit deri në datën 30 duhet të bëhet shpërngulja. Se si mund të bëhet kjo shpërngulje, punë për ata nuk është për neve. Shpërngulja sa punojnë këtu? Ne jemi 54 punonjës këtu. Është bërë para 2 vitesh një transferim i pjesshëm, po u kërkua mendimin në atë kohë se kush mundi të vente në Tiranë. Dhe disa 7 persona thanë ne mund të shkojmë në Tiranë. Normal, ka persona, ka njerëz të cilët duan të krijojnë një të ardhme në Tiranë. Por duhet të marrë mendimin më përpara. Ne s'mund të krijojmë të ardhmen në Tiranë. Unë jam 55 vjeçë tani. Si mund të krijoj të ardhmen time në Tiranë? Në një ditë të bukur që mendon nuk e di kush e mendon. Keni peticion ditën e djeshme. Ku e keni dorëzuar peticionin? E kemi nisur sipas peticionit me sa di unë te drejtoria e përgjithshme, kryeministrit, Keni marrë një përgjigje? Jo, absolutisht. Sot kam dëgjuar që drejtori ka kërkuar që të nxjerrën urdhër për transferim. Kam filluar në 2014 me shkëputje të vogël 2 vjeçare dhe u riktheva në 2 vjetësh. Me një vendim të ri tani, që ju duhet të zhvendoseni në Tiranë. Vendimi është, në mendimin tim, i pa drejt, ndryshojnë të gjitha kushtet e punës, s'kemi marrë asnjë lloj paralajmërimi, asnjë lloj informacioni se si do funksionojnë. Transporti, kushtet e punës, është krejt ndryshe nga gjithë. Ne nga sot nesër nuk s'dim ku të vemi, ku do flëm Tiranë, do vemi, do vim.
Janë të paktën me trafikun aktual janë të paktën 3 orë. Na mjafton rruga për të përballuar gjitha këto shpenzime, nuk e di. Megjithatë, po reagoni, keni reaguar dje, po reagoni sot, çfarë prisni që të merret parasysh? Ne presim të vazhdojmë punën siç e kemi bërë tërkohës. Nuk ka munguar në Vlorë, nuk ka munguar asnjë gjë. Ne kemi ardhur të shtunën, nuk ka Ne nuk kemi munguar asnjëherë në ana profesionale. Domethënë, nëse ka një ngërç, nuk është ngërçit e ne. Në asnjë moment nuk ka qenë. Ne kemi qenë ata që kemi punuar dhe deri në orën 2 të natës. E din të gjithë. Problemi nuk qëndron te ne. Do të mbyllet kadastra. Që në 2024 në burri këtu kemi 30 vjet sot e kësaj dite nuk po marrim një certifikat. Do lëm fëmijët me sherrë, do vdesin burri me zemër vetes smur. Do lëm fëmijët me sherrë. Po pse u gjuna? Lonjatër të vjetër Demba Baden kur ka qenë Vlora Ferre Dris. Sot e kësaj dite ngelëm në Po tani si do të zgjidhen kur ky institucion do të mbyllet? Ku do të detyrojnë? S'janë për të bërë kurrë, nuk janë. Kush do vredhi me 100.000 lekë pension Tiranës? Ne nuk e gjetëm gjuhën këtu me këta. Jo, ja kjo. Po, të cilët nuk pranoni, të gjithë fakt, nuk pranoni. Absolutisht të gjithë. Pse? Sepse e para punës jemi familjar, e dyta punës e kemi bërë punën me rigorozitet, na është kërkuar jashtë orarit të rim në punë. Protokollohet një urdhër në datën 23, i pari të këtij muaji, ndërkohë datën 24 ne na bëhet urdhër për të ardhur në punë. Neve ishim të pa informuar. Dje kemi marrë dieni për këtë gjë. Janë 5 veta që janë nëna të sapo kthyer nga leje lindjes. Janë njerëz të sëmur, janë njerëz në prag pensioni. E kemi bërë punën jo hile, se është turp që jemi etiketuar si ajdutor. Këtu po digjet I njohmi me të thatin. Të gjendet fajtori atje ku është. Të gjendet fajtori atje ku është. Me pak fjalë, po të duan ta bëjnë punën, le ta bëjnë. Dhe jo të tallën me ne nuk kemi lecka. Jemi njerëz, jemi intelektual, kemi bërë një shkollë, kemi sakrifikuar, kemi lënë fëmijët rrugëve dhe po bëjmë të shmos që ta bëjmë punën siç është për të bërë. Fajtori të gjendet, qytetarët të na dalin krah. Kur s'po zgjejnë zgjidhje me neve këtu, ku do ta gjejnë zgjidhje njerëzit? Ku do ta gjejnë zgjidhje njerëzit? Ku do ta gjejnë bukën ne? Me çfarë do t'i ushqejmë ne fëmijët? Të bëhet siç ishte, të hapet sportele. Cili është interesi I qeverisë që do hipotekën në Tiranë? Për cilën arsye? Janë 7 veta andej, jemi 53 këtej. Na I sillni kolegët poshtë. Sillni kolegët në Vlorë. Kaq, bashkë me drejtuesin, mos të fshihet drejtuesi. Vetëm nga ana morale ai ishte bashkë me ne këtu. Jo të vinte vetëm për të na ngritur neve zgupthi të na çojnë Tiranë. Ne duam të cilin problemin. Po si duam të përnashim njerëzit tani të na shikojnë dhe të bëjmë. Problemi janë në rrugë ligjore tash. Jemi duke pritur se çfarë do na kthej përgjigje, të lutem si mos Gazetarët këtu, se vetëm unë jam në problematika dhe t'ua them, çfarë bëj këtu? Jemi shumë rehat me pjesën, jemi në kushtet që është kemi të bëjmë të lutem mos më çizon. Të lutem. Një vit kam punë. Ju të gjithë minimumi keni nga 10 vjet. Po të flasni juristë.